Në datën 26 këtë muaj do të skadoj Bitcoin në vlerë prej 23 miliard dollar. Shumica e ngatrojnë këtë term dhe mendojnë se Bitcoini do të skadoj ose Bitcoini zhduket. Jo, Bitcoini skadon për shkak se disa njerëz, institucionet, hedge fondet, whales dhe market maker kanë vendosur që në Bitcoin të vëjnë bast. Dhe kur vëjnë bast, këtu ka dy opcion. Të vëjnë bast me kontrata, ku nëse Bitcoini rritet, basti i tyre quhet call. Kurse kontrata tjetër është nëse Bitcoini bie, basti i tyre quhet put. Dhe në datën 26, ki basti që njerëzit kanë vërë, në fakt market makers, miliarderat që kanë vërë bast që Bitcoini do të rritet ose do të bie, në datën 26 kjo kontratë mbyllet, skadon, afati kontratës skadon. Që do të thotë, nëse Bitcoini rritet dhe njerëzit që kanë vërë bast në call, kontrata mbyllet dhe ato që kanë vërë në call do të fitojnë para. Kurse njerëzit që kanë vërë bast që Bitcoini do të bie në put, kontrata poshtë do të mbyllet edhe para ato dhe ato do të humbosin para. Që do të thotë, nëse basti yt është i sakt, kontrata mbyllet, ti merr fitim. Por nëse basti është gabim, kontrata mbyllet dhe ti humbet para. Do të shpjegoj me një foto që ta keni më qartë. Këtu e keni shumicën e njerëzve që kanë bërë bast në call që Bitcoini do të rritë. Dhe me thënë janë 194.801 persona ose kontrata. Këtu në put janë njerëzit që mendojnë që Bitcoini do të bie. Dhe së bashku kena 23 miliard dollar. Kontrata që do të skadojnë të premten ose në 26 këtë muaj. Nëse shkon në Max Plane, këtu me të kuqe, shumica e njerëzve do të digjen në këtë bast dhe ato që do të fitojnë janë market makers. Ka ndodhur në fakt. Ka kështu skadim kontratave, tregu është shumë volatil. Ose do të ketë rritje dhe do të ketë rramje masive, do të ketë shumë vik të madh. Por në anën tjetër përsëri fitojnë market makers, se ato kanë hapur në anën tjetër pozicione long ose short, se ato e dinë se ku do të çojnë tregun. Në fakt, market makers janë ato njerëz që tregun e çojnë ku të duan ato vetë, për një periudhë të shkurtër. Normalisht, se afat gjatë nuk mund të komandojnë Bitcoinin dhe tregun e Bitcoinit. Afat shkurt që mjafton për ato që fitojnë miliarda, afat shkurt ato e çojnë çdo herë tregun ku dun ato për përfitime personale. Kur skadon kontrata, nuk do të thotë që Bitcoini hupet ose digjen. Vetëm skadon kontrata dhe ato që kanë bërë bast ose humbin para ose fitojnë para. Nëse ju pëlqen kjo video, mos harroni të bëni like dhe subscribe dhe shihemi te videoja e ardhshme.